Përshëndetje, unë jam Dorina Shamo, drejtuese e Frontera Akademi, Frontera Qendra dhe VanMed. Sot kam kënaqësinë të kem këtu një vajzë shumë bukuroshe, të kem një vajzë që unë e kam quajtur si e imja, vajza ime e madhe, dhe të kem patjetër një bashkëpunëtore të Fronteras dhe të VanMedit, që kudo që unë e kam futur, ajo ka qenë pjesë e jona. Mirë se erdhe Ina. Mirë se të gjeta, faleminderit për ftesën, paçka unë në fillim hezitova të thash jo, sepse unë kam njëri kamerash edhe në jetën time personale nuk kam shumë kujtime me njerëzit më të dashur, edhe pse jam mbesa një fotografe nuk më falet, por më vjen shumë mirë që pranova dhe që jam sot këtu, jam shumë e lumtur. Faleminderit. Ne të dyja do ndajmë disa gjëra që mbas edhe nga volumet e punës, sepse ne të dyja fillojmë punë shumë herët. Nuk kemi pasur kohë t'i tregojmë apo t'ia themi njëra tjetrës. Kështu që në këtë bisedë do kemi mundësi të tregojmë njëra tjetrës të gjithë kujtimet, mënyrën, punën, mbas edhe ankesat që ke pasur kundrejt meje. Dhe kjo do jetë një pjesë që do jetë kundrejt pyetjeve. Patjetër, jam i gatshme. Të përgjigjem sinqerisht ashtu siç është marrëdhënia jonë, e sinqertë dhe e ndërtuar me baza shumë forta, kështu që do jem shumë e sinqertë. A ka Ina kujtime që në fillesën e saj me historikun që ju fut punës, sepse normalisht i ke filluar punë shumë herët me ne, si një ofertë e bërë nga halli për të hedhur faturat? Shiko, unë mbaj mend që kam qenë në vit të dytë në universitet, në atë kohë kur erdha për të përshëndetur te farmacia dhe ti po bëje hedhjen e faturave. Aty më thua që shiko, do më ndihmosh pak? Dhe sa puna kishte ikur ekonomistja. Po. Edhe ti mes shumë punësh të tjera bëj edhe këtë punën tjetër. Edhe më duk interesante dhe si studente e fakultetit të ekonomisë isha kurioze të dija me çfarë programi po punoje, si ishin faturat, se s'kisha bërë asnjë praktik së thënë. Edhe ti më thua direkte që Ina, ke dëshirë ta bësh ti këtë punën? Ti paguar studimet e tua vetë? Këtë s'po e themi. Edhe të them kështu ndoshta nga mosha e re të them pa e menduar dy herë, po, dua ta bëj. A do ta bëja mirë apo jo? Dhe gjithmonë kam për një pyetje, ti do e çekosh punën time që apo e bëun mirë dhe më the rrije qet, po do jem suporti jot gjatë kohës për çdo pyetje dhe isha e qet paktën dhe mund t'i paguaja të studimet e famshme vet. Nuk mjafton kjo, ti bën edhe nga hedhja e faturave, ti mëson edhe profesionin dhe i vjen në ndihmë mamas tënde që bën te farmacisten. Shiko, unë kam një tip që dua gjithmonë të pyes, jam kurioze. Dhe kjo është ajo që ty të identifikon dhe unë them shpesh herë, ti je fotokopja ime. Unë pyes për çdo gjë, edhe mund mos jetë profesioni im fare. Unë dua që të di, ndoshta në punë nuk do më hyjnë në punë këto gjëra, por në jetën personale mund të më duhet ndonjëherë. Dhe pyes për çdo gjë, edhe po nuk është profesioni im, unë kam qejf të di sa më shumë, dhe kështu mësova edhe farmacinë. Dhe bëja backupin e farmacistë, kur ne qëllonte një orë pa farmacist, ti bëja edhe farmacistin. Unë lexoja më shumë mirë recetën, mami gjithmonë ishte prezente në banak, edhe lexoja recetën dhe i afroja me stil tek banaku dhe i thoja janë këto dhe më shifte dhe sy që je okej, dhe ajo vazhdon shpjegonte. Si ka qenë lidhja jote me Fronterën? Sepse sigurisht pas fillesës tënde në hedhjen e faturave, eksperiencës tënde në farmaci, ne kemi dhe një fillesë me një Fronterë. Ne kemi një Frontera franchise i parë në Fushkruj. Ajo nuk do doja që të ishte ashtu fillimi, na erdhi si nga një fatkeqësi, them unë. Një zjarr i datës, nuk e mbaj mirë datën, e kam shirë atë nga memoria se nuk dua ta kujtoj, po ishte korrik 2022. Më vjen një telefonatë dhe ishte akoma në rrënqetet mishi dhe nuk dua ta kujtoj sepse është një nga gjërat më të këqija që na kanë ndodhur në fakt. Sepse unë isha investuar emocionalisht, nëse ti kishe investuar para dhe ishe investuar emocionalisht, unë isha rritur aty dhe më dukte sikur na shkput një pjesë e shpirtit në atë zjarr dhe nuk dua ta kujtoj, por ti në fakt ke një gjë shumë të mirë që ke nuhatjen e biznesit dhe nuk shkon me fatkeqësim, por ti gjithmonë shef anën e mirë dhe më vjen telefonat në orën 6 të mëngjesit pas zjarrit.
Ina më thua... Pasi ishim gdhirë duke pastruar nga zjarri i distributorit. Nuk ishim pastruar të gjitha dhe më vjen një telefonat në 6 mëngjesit, Ina, ti të bësh ortakja ime dhe të hapim frontera Fushkruj. U shokova, thash, ne s'kemi marrë veten akoma, e ke menduar mirë, ne të bëhemi gati, do ta pastrojmë dhe frontera Fushkruj do marrë jetë shumë shpejt, kështu që bëu gati dhe ne do jemi aksion. Pa menduar mirë, shkoj ke bashortit dhe i them, ne do hapim frontera Fushkruj. Ju tha, nuk jeni mirë, se nga një zjarr të... Ne akoma s'kemi marrë veten nga humbjet. S'kemi marrë veten, akoma s'është bërë kalkulimi, sepse ishin miliona euro në lojë dhe nuk dua ta kujtoj fare, ishte gjëja më e tmerrshme që ka ndodhur, por ti bebi tjetër do linte patjetër e kishte ndarë mendjen, kështu që se ti ashtu i shef frontera si një bebe të vogël. Të bashkangjitemi se normalisht secili nga ne ka kujtime të hidhura dhe biznesi, pjesë e biznesit quhen edhe humbjet. Dhe normalisht unë nuk lidhem me pjesën e fatkeqësisë, por lidhem duke i dhënë vetes një sfidë të re dhe patjetër doja që këtë sfidë ta ndaja me ty. Dhe për një formë falenderimi për të gjithë eksperiencën që unë kam pasur. Sa e vështirë ka qenë, se unë mbaj mend që kam një shprehje tënde pas humbjes së mamit, që ishte gjëja më e dhimbshme që na ndodh neve familjarisht. Ti punoje me të, normalisht unë isha më në distancë, por ti punoje për ditëshmërinë bashkarisht. Unë nisem në Turqi për tezën tënde dhe motrën tjetër, për të shoqëruar 21 ditë në Stamboll. Ti në atë kohë me një bebe të vogël 2 muajsh dhe sapo kisha humbur mamin dhe unë nuk arrita dot të isha as në varrimin e saj për hir të detyrimit që unë duhet të hypja në charter për të shoqëruar motrën tjetër. Në atë moment, pas 2 ditësh, ti kthehesh në punë. Dhe shpreha jote është: unë nuk mund ta lë punën dhe mundin tënd të shkoj të shkërmoqet. Unë do kthehem në punë dhe do mirëmbaj çdo gjë, sepse ti ishe aty për mamin tim, ti ishe aty për neve, çdo herë që ne kemi pasur nevojë. Dhe kjo shprehje mua më ka rënë qethur kur unë vetë jam futur në farmaci për herë të parë pas 6 muajsh. Ti futesh pas 2 ditësh. Çka forcën unë e gjej gjithmonë tek puna, nuk e di, jam rritur, ndoshta jam brymosur, kam pasur mentor ty, mamin, që gjithmonë keni qenë në punë. Pa çka halleve, gjërave, gjithmonë keni parë punën si një sfidë dhe unë jam rritur me këtë frymën tuaj, kështu që nuk mund të isha ndryshe në fakt. Tek ajo punë që kam nisur 19 vjeçë dhe sot jam 30, unë përveç se jam rritur profesionalisht, jashtë mase shumë, madje do ta them një gjë që para disa muajsh më kërkua nga ti një CV e imja dhe unë nuk kisha një CV gati, është e turpshme ta them, por nuk e kam menduar kur të aplikoj, qoftë të bëj diçka ekstra karshi punës, sepse nuk e mendoj asnjëherë. Jeta na ka treguar, kemi pasur dhe në sfidat tona, pa diskutim, por një gjë që dua ta përmend është që marrëdhënia jonë është ndërtuar në 3 shtylla kryesore, që janë besimi, që ti më dhe në fakt në fillim, kur unë isha një studente dhe besove data entry-n e farmacisë në duart e mia që s'kisha fare eksperiencë, në komunikim, ne komunikojmë shumë, i themi gjërat trosh ashtu siç janë, siç i mendojmë, dhe ti me kalkulimet e mia të financës dhe nuhatjen tënde të biznesit mendoj që bëjmë një dyshë shumë të mirë. Dhe së treti, ne dim ku është limiti i njëra tjetrës, nuk e shkelim kurrë atë. Dhe mendoj që këto janë 3 themelet kryesorë për ndërtimin e një marrëdhënie të suksesshme, dhe që unë dhe nuk për hir të vërtetës, ne për kaq shumë vite eksperiencë pune, mua nuk më është dashur asnjëherë të kem një mendim negativ, se për të gjithë njerëzit edhe për çdo që ti punon. Ne kemi respektuar gjithmonë, edhe unë e kam dashur shumë tek ty deri në orën 5, ne jemi punëdhënës, punëmarrës, pas orës 5 ne jemi nënë e bij. Dhe kjo ka qenë një pakt i heshtur, i pa kërkuar asnjëherë, i pa thënë asnjëherë, por gjithmonë i respektuar nga të dyja ne edhe për punën, edhe për atë që mundësitë që ne kemi këmbyer bashkarisht, edhe patjetër, vërtet unë kam qenë mentore në pjesën e punës, ti ke qenë mentore në gjithë pjesën e jetës normale, sepse unë kam marrë të gjithë eksperiencën e si të vishe, si të duke më bukur,
me një gocë të bukur kështu si ty. Në fakt, ke parë tek unë një gjë që unë kam shumë qejf dhe gjithmonë ke dëshirë që atë hobin tim të ma vesh në dukje dhe ta tregoj tek ty, kështu që faleminderit shumë që mendon edhe për hobit jashtë pune. A ka Ina një kujtim që e lidh me mamin dhe sot ti e elaboron përditshmërinë tënde në mënyrën se si punon, në mënyrën se si i mendon gjërat, në mënyrën se si ti e përgjegjshme. Ka një kujtim të veçantë që të lidh me të? Mua në fakt unë kam shumë kujtime me të. Edhe gjithmonë ne ishim nënë e bi, por edhe kolege pune dhe unë kur iku ajo nda nga jeta, unë më iku shoqja ime më e mirë, sepse ndanim rrugën, të thënat pa thënat ja thonim çuqur njëra tjetrës edhe zihenim normalisht sepse ajo kishte ato qefmbetjet e saja për mua, nuk donte që të bëja një veprim të caktuar, por ka qenë një mentore shumë e mirë. Unë kam shumë kujtime me të. Më ka dhënë të thash, ju më keni brymosur dashurinë për punën, që unë mendoj që nëse një gjë që unë dua të jap tim mbiri është të doj shumë punën, sepse vetëm nga puna ka të gjithë benefitet dhe bëhet një njeri më i mirë. Pas humbjes saj, unë në mbase edhe nga nevoja dhe mbase nga besimi që kisha tek ty, të vetmin person që i besoj të gjithë bizneset atje, praktikisht të dyja farmacit, klinikën mjekësore dhe portakrin ton të re Frontera, ti besoj të gjitha ty. Të bën ty kjo më të përgjegjshme, të bëri ty kjo të përjetoje stres, të kishe vështirësi në mënyrën se si do duhet i menaxhoje. Ishte kjo një vështirësi që solli në jetën tënde të përditshmërisë? Shiko, unë gjithmonë të thash, punën e shoh si antistres. Nëse ti do të më mbysësh emocionesh. Nëse ti do të më mbysësh, më lër në shtëpi, të rri aty kohë, të vegjetoj, ajo është dita ime më e shëmtuar. Po ti jam në punë, jam në habitatin tim, jam shumë e lumtur në fakt, edhe të them që s'kisha stres, do të gënjeja. Kisha stres, pa diskutim, ato ta bëja mirë. Nuk doja të zhgënjeja, nuk doja që ajo punë që ti kishe ngritur të binte, sepse isha unë pastaj në prapasken dhe isha ajo që merrej me çdo gjë. Dhe nuk doja që të ndodhte kjo gjëja që ti u shkëpute nga ky lloj biznesi, po ndërtoje diçka të re, më të madhe dhe më të bukur ndoshta. Por ato janë dashuritë e para, them unë, edhe unë isha lidhur emocionalisht shumë me të dyja farmacit, me klinikën, dhe doja që t'ishte ndoshta më lart se ty nuk mund ta bëja dot sepse ti ishe edhe e fushës, por ta mbaja në atë ritmin tënd. Ky ishte goli, ai qëllimi i rëndësishëm që ti doje të kishe. Që kisha dhe që punoja çdo ditë. Shiko, unë e lash djalin 2 muajsh me një person që rriti si e donte si djalin e saj, por mendoj që unë aty kam bërë një zgjedhje egoiste, sepse mendova pak edhe për Inën. Kush e bën Inën të mendoj ai gjëja që na ndodhi, ajo fatkeqësia që na ndodhi, unë doja të gjeja ngushëllim, dhe ngushëllimi im ishte puna, të punoja fort me orë të gjata. Të bënin ty që të mos mendoje. Mos mendoja, nuk doja të mendoja, doja ta kaloja në këtë formë, që edhe mos isha toksike në shtëpi, pastaj nuk ishe më e mirë edhe për djalin që duhet rrisje, për angazhimet familjare që ti kishe. Patjetër, kjo është ajo që më por sfidat e tua nuk mbarojnë këtu. Në gusht të 2025-s të vjen sigurisht unë mirë që kam vendosur të kem një jetë të vështirë vetë, po tërhej zvarret dhe gjithë personat që rrugtojnë me mua. Nuk do ishim po si ishte kjo lloj gjëje. Të vjen një kërkesë imediate e panegociueshme që duhet të heqim dorë nga bizneset atje për të vendosur tashmë si menaxhere e Fronterës Tiranë, dhe unë kisha nevojë për ty. Ti nuk heziton asnjë sekond për të më kthyer përgjigje, ideale, vajza madhe ideale, që thot gjithmonë po, dhe vjen në Tiranë. Sa e vështirë ishte sfida jote me Fronterën Tiranë, që ishte tashmë më e madhe, me një numër klientë shumë të madh, me më shumë pajisje, me më shumë vështirësi. Praktikisht sikur po mësoje
Një biznes të ri nga fillimi. E vërtet, unë kisha e gja eksperiencën e fronterës Fushkruj, por Tirana është më e madhe, pa diskutim, nga numri i pajisjeve, stafi shumë herë më i madh, qasja me klientët është pak më ndryshe, pasi ata ishin mësuar me figura të tjera para meje dhe unë duhet t'i gjbëja atë mentalitetin që kishin me menaxherët e tjerë dhe t'i thoja që tani kemi një frymë të re menaxhimi. Unë gjithmonë kam një qasje, unë jam shumë e qetë në natyrë dhe nuk më pëlqen as të ngrej zërin, as edhe gjërat kur i kërkoj mundon t'i bëj unë përpara dhe njerëzit që unë drejtoj të më ndjekin, të shikojnë në mënyrën se si unë punoj dhe pavarësisht se ishte pak e shkurtër si rrugë tim në fakt, në muaj në zjanti. Sepse ndodh një fatkeqësi tjetër. Një sfidë e re. Për braktisje nga puna të një nga personave të rëndësishëm të kompanisë pas 10 vjetësh, financë, vendos të lëri punën sot për nesër, këtu fillon sfida tjetër e jotja. Kthehesh në profesionin që ke mbaruar shkollën. Mua më duhet të jesh ti financë dhe të jesh ti personi që do më ndjekësh në krahun tim të djathtë. Sigurisht ti përsëri thua po. Po patjetër që do them po, se Shikon nga fillimi sa stresuese ishte për ty. Kishe bërë financë deri diku, por patjetër nuk ishte ai niveli dhe pesha ishte e madhe, po merrje 10 vjet kompani, po e merrje në dorëzim një kohë të shkurtër dhe po e merrje në dorëzim pa e lënë në dorëzim. Dhe jam dakord, po tani ne ta thash, ne nuk ishim ne, por ne kishim këto sfidat e lezetshme që na arretojnë dhe na e bën jetën më të bukur, pavarësisht se na fusin në stres. Ne nuk punojmë dot pa stres, edhe këtë është moto i kësaj kompanisë. Duhet të prodhojmë stres që të largojmë stresin. Po dhe ne japim më të mirën tonë kur kemi punojmë në stres, kështu që na bën mirë edhe kjo. Unë e pranova me shumë qef. Sepse isha investuar në një shkollë që kam bërë bachelorin, masterin dhe nuk doja ta humbja si profesion, pavarësisht se thoja që okay, edhe menaxhimin më rri mirë sepse është aty afër, nuk dilja larg nga profesionim, po prapa aty zemra më qante tek ajo punë. Unë nuk ta kërkova kurrë në fakt që shiko ta bëjmë financierën tënde, sepse i respektoj shumë vendimet e njerëzve dhe ajo ishte më shumë me eksperiencë se mua, pa diskutim dhe kur ndodhi kjo gjë, do të bën vetë gjërat, nuk ka nevojë për ne. Për t'i kërkuar, unë besoj shumë ke kjo. Nuk po ti është sistematik. Njerëzve të shkoj gjithmonë në vendin e dur dhe unë mendoj dhe jam e bindur tashmë me vitet e eksperiencës që kam në punë, që çdo gjë ndodh për një arsye. Kështu që edhe në këtë rast, mu desh të prodhoja një fatkeqësi për të marrë një kënaqësi shumë të madhe dhe sot kam luksin që të punoj ngjitur teje, siç kam munduar gjithmonë dhe të kam thënë gjithmonë që nëse doja lija dikujt kompanitë e mia, do ishe i vetmi person ti. Dhe këtë e mendoj dhe e them me zë të lartë çdo ditë. Më ke thënë, edhe kam prodhuar një klon. Ke prodhuar një klon, po unë nuk jam. Të thash, unë nuk e kam në hatjen tënde të biznesit dhe kjo është sa e mirë dhe e keqe sepse ti i ka para të tjerëve gjërat edhe gjithmonë thua Ina kjo do godasi, unë do ta bëj këtë. Edhe kur unë të them që shiko, plani i biznesit është kështu, jo po kështu, ti më thua, më shikoj një arsye dhe do ta bëj. Okej, them në rregull. Dhe nuk ka një gjë të mirë që më kundërshton gjatë. Jo, nuk kundërshtoj gjë. Kur e kupton atë limitin që vjen, është ai momenti, ti thua, okej. Bëje. Do të ndjekim. Jemi gati. Dhe ajo. Shikoni nga suksesi. Suksesin, shiko, unë kam një figurë të suksesshme përpara, përballë dhe unë dua gjithmonë them të bëm se gjysma jote ishte shumë bukur. Është klishe ta thuash, po unë e admiroj mënyrën se si ti je një grua e suksesshme, sepse të bësh biznes në këtë Shqipërinë tonë është një çike vështirë si shumë do thoja. Por ti ja del mban, ke një karakter shumë të fortë. Ke një vendosshmëri të paparë që ti nisht të ta bësh një që do e bësh. Dhe tani, se nuk të jep kohën ta mendosh, po e dua dhe do e bëj tani. Dhe shembulli jot është një shembull perfekt. Ditë e zaurosh kohën e punës, të fëmijëve, ti ndash gjërat, është një shembull. Sa e vështirë është të punosh me një njeri që ka këtë lloj dinamike.
Tani unë të them që kam punuar me të tjerë dhe i di se si janë ata, Nuk e ndaj dot. Nuk e ndaj dot këtë. Është një gënjeshtër. Ti ke provuar vetëm Unë jam si ta gjithmonë duhet ta bëjmë gati. Kështu që si e shefina të bukurën, se normalisht gjithmonë ke qenë një shembull perfekt i vajzave të familjes tonë për nga bukuria, për nga mënyra se si vishesh, për mënyra se si ti e shikon të bukurën. Pa pasur pjesën e egzagerimeve, ke një stil shumë fin të veshurit. Si e shikon Ina të bukurën që lidhet dhe ndërlidhet tashmë me fronterën apo me mënyrën që ne i bëjmë njerëzit të ndjehen bukur, të ndjehen mirë? Shiko, unë të bukurën e shikoj të jesh vetvetja njërë, të dish se ku i ke limitet e tua dhe kush janë pikat e tua të forta, po nuk e ndave këtë, ti nuk di se çfarë do nga jeta. Dhe unë paka shumë kam filluar të krijem atë stilin tim. Unë e di se çfarë më shkon, çfarë jo, çfarë dua të sistemoj, ashtu siç fronterat ditë na bëj natyrale, të bukura. Kemi bërë patjetër disa prekje të vogla që të jemi çik më mirë se ç'duhet, se s'na ka bërë mamaja, por pa dal nga kornizat. Kjo të jemi natyral, të bukur edhe të thjesht. Ky është motoja e fronterës dhe unë prandaj gjithmonë kam ndier veten super komode, super mirë. Doktoreshat janë fantastike dhe ja lë lirshëm veten në duart e tyre sepse do më bëjnë ashtu siç dua unë. Ti ke edhe një djalë që flet shkëlqyshëm dhe rrjedhshëm anglisht. Edhe pse është i vogël, edhe kur ishte më i vogël. Sa na urren ky ne që ja marrim mamin me orë të gjata? Ai nuk urren. Sepse shiko, fëmijët janë pak egoist nga natyra, ata duan benefite që mami dhe babi çojnë tek shtëpia në fund të ditës, pavarësisht se jam munduar të gjej një balans për t'i dhënë ati kohën e duhur, edhe punës kohën e duhur. Ndoshta nuk e kam arritur atë gjën perfekte, por mundohem të jem prezente edhe në punë dhe në shtëpi për t'i dhënë atij maman që ai dëshiron. Ai ty të shikon si një njeri famous dhe bilioner dhe mami punon për një person shumë famous, kështu që mami duhet të qëndrojë më orë të gjata në punë. Se Dorina është famous mom. She's a billionaire. Shikon në televizor dhe thot holy shit, again she's here. Edhe mua më kënaq zemrën që ai e ka këtë egon, se puna jo ndaj, do që të ketë gjërat e veta, edhe bën pak të edhe ai. A ka Ina pjesë errta? Ka. Durimin e një demi, po e arrit aty kur nuk duhet, aty shpërthen. Kështu që ka dhe Ina ato momentet e veta. Se ke para asnjëherë këtë pjesën e shpërthimit të Inës, kur nuk shpërtheu Ina? Po Ina ka ato, për shembull ke bashorti i shkret, edhe ai më duron ndonjëherë ato. Apo në apo e bën. Po, kur në momentin kur vjen aty limit, bashorti i shkret është ai që i han ato goditet e para, por jo, jam natyrë e qetë në përgjithësi dhe nuk i marr gjërat, nuk më stresojnë. Kam punuar shumë me veten që mos t'jem në funksion të stresit. Por gjithmonë mundohem të shoh anën pozitive, me qetësi, them unë, e marr me qetësi, me rehati dhe mendoj që çdo gjë do të ketë. Kjo ka neutralizuar dhe gjysmën e kompanisë. Dhe e ke bërë të qetë të gjithë. Të gjithë personat që punojnë në administratë me ty janë të gjithë të qetë kur drejtohen nga ty. Dhe këtë jemi shumë të lumtur. Janë dhënë shumë lumtur, pas kam thënë pak nga vetja ime. Mendoj që kur fryma e grupit është e mirë e qetë, kjo frymë bëhet shumë më mirë. Që me ardhjen tënde dhe ndryshimin e pozicionit tënd të punës, ndryshoi totalisht fryma, qasja, edhe njerëzit janë më të dashur, edhe është kthyer si një oazë e gëzuar të gjithë pjesa e administratës, ku cilën un kam qejf të kaloj orë, edhe pse e kam të limituar për të qenë tek ju. Sikur të kishim disa orë mirë do ishte. Por prap jam shumë e lumtur që ti je pjesë e rrugtimit dhe mban sot vite të gjata historik me mua dhe gjithmonë kam pasur këtë lloj kënaqësie të ndaj me njerëz që jo nuk kanë ditur asnjëherë që të më thonë jo, sepse kjo është një gjë e shëmtuar, sepse ne duam njerëz që na thonë jo, duam njerëz që na kundërshtojnë edhe për mënyrën se si e bëjmë punën,
Dhe ti padyshim ka pasur momente kur më ke thënë që nuk është e duhura ose e mendoj ndryshe, do doja ta bëje ndryshe, por dashuria punës apo mënyra që ti ke tërhequr edhe njerëzit e tjerë ta duan punën tonë njësoj si ne. Se padyshim kjo është ëndra ime dhe askush nuk të ta shikonte në këtë mënyrë, por unë jam e bindur për vitet që kam kaluar me ty që ti e ëndërron njësoj si mua. Shko, unë jam pjesë e ëndrrës. Nuk i ndahem dot kësaj ëndrrës tënde, pavarësisht se kjo është një gjë e nisur nga ty, e iniciuar nga ty. Ne jemi tani dashur pa dashur jemi bërë pjesë e kësaj ëndrrës dhe pa diskutojmë është bërë dhe ëndra ime. Ëndra e gjithë neve, siç duhet të jetë në fakt për ne që rrugtojmë me ty. Fronterat po shtohen edhe rriten numrat. Bebat. Rriten në mënyrë të vazhdueshme. Si e shikon ti këtë? Shiko. Është e frikshme, është e pasigurt si veprim, është e shpejt të jep kjo lloj. Nga ana financiare nuk do thoya që është e shpejt, sepse është momenti për të vepruar dhe interesi është i madh për të hapur franchising në rrethet kryesore të Shqipërisë. Dhe si finance shikoj që është një pjesë shumë e mirë e hapja, zgjerimi, sepse në momentin që ti ke numra të mëdhenj që punojnë në logon Frontera, ti merr edhe oferta më të mirë nga furnitorët, se unë tani po flas si financë, do flas pak si financë. Dhe normalisht që kostot janë më të ulta, ti rrit besueshmërinë tek njerëzit. Një nga gjërat që pse mendoj unë që Frontera Fushkruj ka ecur, edhe pse ishte një vend shumë të vogël, ishte sepse ne kishim t'i japë një qendër estetike të atyre të niveleve, nuk kishim konkurrent në treg. Së dyti ishte në logon, në sloganin e një brendi të afirmuar në treg dhe njerëzit vinin vetëm për emrin Frontera. Atë që neve do na duhej vite të tëra punë për të krijuar një reputacion, ti xha e kishe krijuar dhe njerëzit kishin besim tek emri Fronterës. Dhe së treti, kur je në një brand të madh, në një logo të madhe, ti ke mbrapa një staf të madh që punon background për të dhënë ty suportin që ty të duhet për të trajnuar stafin, që është shumë e rëndësishme, për të suportin teknik të aparaturave, për marketingun që është çelësi i suksesit të një biznesi. Ti ke çfarë do lloj gjëje që të duhet, e ke në moment ndihmën dhe së fundmi hallet të zgjidhura. Edhe ne që jemi pjesë e vendimarrjes së sipërme, mendojmë dhe i marrim vendime në mënyrë të qetë, sepse kjo gjëja kaotike që mund të krijojë janë të zgjidhura xha. Dhe së fundmi, po jo nga rëndësia, janë ato aparaturat e famshme që janë asetet që unë i dashuroj, që bëjnë diferencën në treg. Janë nga brende të një mirënjohura multinacionale dhe ato klientët që na vinë në Frontera gjejnë zgjidhje për çdo problematik që ata mund të kenë. Do doja ti të ndryshojë ndonjë gjë Fronterës? Asnjë gjë. Asnjë gjë, sepse do doja vetëm që njerëzit ta kuptojnë mindsetin tënd që ti ke për Fronterat. Ti gjatë kohës kërkon që ato të çfarë fiton, ti ke dëshirë ti investosh, të rritesh. Një gjë që e re që del në treg, na shkon në shumë panajire dhe ti thua këtë do ta marr tek Frontera. Ky do vi patjetër të jetë pjesë e Fronterës. Dhe thonë që them, shikoj ne kemi 35 aparatura, çfarë do më? Ina duhet jemi në hapat e sepse ky është treg që ecën shumë shpejt dhe gjithmonë inovacioni është ajo që do na mbajë gjithmonë hapa para për të pasur gjërat më të fundit, teknologjitë më të reja, sepse është gjithmonë një fushë. Për këtë dëshirën e ke pak të shtrenjtë, të shtrenjtë dhe pak më të kam këmbyer. Midis pushimeve të shtrenjta apo një aparaturë, unë do zgjidhja një aparaturë. Patjetër, gjithmonë. Gjithmonë hekura. Edhe unë jam si puna jote. Gjithmonë të investosh në biznes është çelës, suksesi. Çfarë do t'i thoshte Ina vetes së vet të vogël në një moment? Çfarë mesazhi do t'i jepte? Çfarë mesazh? Jashtë kujtave. Kjo e bukur kjo. Si kisha menduar ndonjëherë çfarë do i thoja Inës së vogël, por vazhdo ndërro, vazhdo puno fort. E vogël nuk e dija ç'a ishte puna, kur shikoja mamin me orë të tëra dhe mami gjithmonë na fuste në punë në shtëpi, gjithmonë e ka pasur këtë. Ndërro sepse është gjë më e bukur që mund të bësh. Edhe doja dalësh mban.
Unë të falenderoj shumë që ti u bëre pjesë e këtij podcasti dhe pjesë e jetës time të përditshme dhe ndaj të njëjtën mendësi kur them që ti je vajza ime e madhe dhe e vetmja për momentin që do t'i lija çdo gjë. Kështu që publikisht do ta Faleminderit shumë. Nëse do ikja me pushime ose do ikja për të lënë punën, do ishte i vetmi person që do të merrje në ngarkesë të gjithë kompaninë. Por me një kusht. Telefoni jote gjithmonë i hapur për pyetje. Me kusht. Me kusht. Okej. Ky ishte podcasti jon për sot.